Rrjeti Safe Journalist dhe organizata të tjera kanë reaguar në lidhje me pezullimin e platformës TikTok për 12 muaj në territorin shqiptar, duke marrë parasysh synimin që u mor ky vendim nga Këshilli i Ministrave. Rrjeti thekson se është një kufizim ekstrem i të drejtës për lirinë e shprehjes dhe marrjen e informacionit. Organizatat kanë shprehur disa mënyra alternative që mund të ishin bërë përpara se të merrej vendimi përfundimtar i mbylljes, siç është verifikimi i moshës ose moderimi i përmbajtjes. Më tej shtuan se duke qenë se zgjedhjet po afrojnë dhe shumë parti kanë sillur komunikimi me audiencën TikTokun, qeveria rrezikon të shtyp pluralizmin politik. Sipas tyre, Rama nuk ka paraqitur provat mjaftueshme për dakordsinë e grupit prindërve dhe arsimtarëve, siç ai vetë ka thënë në vitin 2024. Organizatat shprehin shqetësim se mbyllja e platformës krijon një precedent alarmues për Shqipërinë dhe rajonin, ndaj dhe i bëjnë thirrje qeverisë të shfuqizojë menjëherë pezullimin e TikTokut dhe të nisë një proces transparent dhe gjithëpërfshirës konsultimi. Theksojmë se ndalimi i plotë i një platforme përfaqëson një kufizim ekstrem të së drejtës për lirinë e shprehjes dhe aksesin në informacion. Pezullimi në tërësi i një platforme të tërë i kalon ndjeshëm parimin e proporcionalitetit, duke ndikuar në shprehjen legjitime të të gjithë përdoruesve dhe duke kufizuar debatin publik si dhe aksesi në burime të ndryshme informacioni. Zgjidhje alternative të synuara, si moderimi i përmbajtjes, verifikimi i moshës dhe programet përmirësuara të edukimit përdoruesve, duhet të ishin shqyrtuar përpara se të vendosej një ndalim i përgjithshëm. Natyra e gjerë e kësaj mase krijon një precedent të rrezikshëm për ndërhyrjen jo proporcionale të shtetit në të drejtat digjitale. Si një vend kandidat për anëtarësim në BE, Shqipëria pritet të respektojë standardet europiane për shtetin e së drejtës dhe liritë themelore, theksohet më tej në këtë reagim.